Përshëndetje për gjithë ju miq të Radio Dugazhinit. Po takohemi në këtë epizod të Frontline-it, do të jetë shumë i veçantë në fakt. Do të flasim me një vajzë e cila gjithashtu është e veçantë në mënyrën e saj të funksionimit dhe aktiviteteve që i ka në bazë ditore. Është edhe e veçantë edhe për mënyrën se si njihet, si e njohin njerëzit. E kam përshtypjen, do të na tregoj vetë ajo nëse e ka mirë apo gabim, që shumica e njerëzve në Kosovë njohin si këngëtare. Por të qenit këngëtare është vetëm një pikë në oqean, le ta quaj, me aktiviteteve me cilat mirët krahas pasionit saj për këngën. Adelina Emini, mirë se erdhe në studio. Mirë se u gjej, Naili, faleminderit shumë për ftesën. Çka realisht bën Adelina? Po besoj që shumë më mirë për mbledh ti se kaq shumë diskutuam paraprakisht përveç këngës për cilën të njohin njerëzit. Si që potencove është vetëm një pikë, një element që mu më mbush, më plotson midis shumë angazhimeve kënga, gjithmonë e kam teksuar krahas studimeve të doktoratës, punës në Radio Televizionin e Kosovës, pastaj punës në Akademinë për Leadership së bashku me Njomzën dhe shumë punëve dhe detyrave tjera të cilat i kam gjatë ditës. Kënga gjithmonë ka qenë një prej faktorëve që më ka plotësuar dhe më ka mbush, por më bën të ndihem po ashtu krenare sepse kënga ka qenë edhe ndoshta një shtytse e madhe sepse kam pasur kontakt të drejt për drejt me audiencën. Domethënë unë po e lidhit qysh prej jetëve të së premtes kur ka qenë vula që mund të vazhdoj tutje me muzikën. Krahas muzikës në të njëjtën kohë jam munduar që të ndjeki rrugën të cilën me shumë përkushtim dhe me shumë punë qoftë nga shkolla e mesme, pastaj fakulteti, studimet themelore, pastaj studimet master dhe në vazhdim studimet e doktoraturës. Mund ta them që ka qenë një rrugtim jashtëzakonisht i gjatë deri në përfundimin me sukses të studimit të doktoratës në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin Ekonomik. Një rrugë e cila unë konsideroj po e gjatë, po edhe shumë e suksesshme në të njëjtën kohë, me shumë sfida, por që tash po ndihem mirë edhe po ndihem shumë rrugë tutje, sepse zhvillimi akademik i Adelinës tashmë i ka kalu kufit, nuk është në Prishtinë, nuk është në Kosovë, je ligjëruese në Zvicër, e ki një lidhje shumë të veçantë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çka janë këto saktësisht? Njomza. Ta thash Njomza. Njomza është motra e Adelinës ose Adelina është motra e Njomzës. Nuk e shkular, është njëra prej motrave të cilat kam është e preferuar apo njëkohësisht edhe më lidhen shumë punë me te. E preferuar apo t'i dhronë të tjerat? Nuk i dhnos, besoj. Sepse shumë aktivitete dhe shumë punimi jemi të ngushta në shumë projekte që i bën Adelina. Unë e them my best partner in crime kështu në shumë sfera. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka qenë jo vetëm një vizitë rëndomt. Në vitin 2022 unë kam fituar një program në kuadër të Kolegjit të Biznesit, ku ai program ka qenë mjaft prestigjioz, shumë konkurrues, në të cilin aplikojnë shumë shtete, shumë kandidat të doktoraturës, por që përzgjidhen vetëm 3. Dhe në mesin e 3 kandidatëve, unë u përzgjodha nga Kosova, gjëtë cilën unë ta them të drejtën ka qenë një prej eksperiencave më të mira dhe nëse më pyet qoftë personal, ndoshta mund ta theksoj që ka qenë një rrugtim jashtëzakonshëm i përmbushjes sime, qoftë personale dhe qoftë profesionale. Gjatë kohës sa isha në programin doktoraturës në Kolegjin e Biznesit, në të njëjtën kohë punoja edhe si udhëheqëse e komunikimit e për marrëdhënie ndërkombëtare në Qendrën për Mbrojtjen e Drejtave të Njerëzit në kuadër të Florida State University. Florida State University është universitet mjaft prestigjioz, është top 20 sa i përket rankimit në listës aty në Amerikë, është universitet shtetëror. Unë gjatë kohës së studimeve, punës, kam takuar përfaqësues të institucioneve qoftë shtetërore, duke përfshi edhe kryetarin e kryeqytetit të Floridës, të Tallahassët, qytetit aty ku unë studioja, në mënyrë që përveç përfitimeve personale ta zgjeroj këtë lidhje, këtë marrëdhënie me Universitetin Shtetëror të Floridës, në mënyrë që të vendoset Kosova si shtet për shkëmbim të
programeve ndërkombëtare krahas programeve të cilat janë i ka Universiteti Shtetëror i Floridës, ka shumë shtete të cilat janë pjesë të universitetit program. Dhe ja keni dalë në këtë drejtim. Në fakt kjo është arsye pse kemi vendosur të thrasim në frontline, sepse Kosova është vendosur në një hartë tepër të rëndësishme ndërkombëtare sa i përket këtij zhvillimit akademik. Si funksionon konkretisht? Vinë student prej Floridas këtu, shkojnë prej këtu atje, si e keni vendosur Kjo është një moment krenarie për Kosovën, për mua personalisht, por edhe për shtetin tonë, sepse Kosova vitin e kaluar në 2024 është vendosur zyrtarisht në hartën ndërkombëtare të këtij universiteti prestigjioz. Studentët nga Amerika tani më e kanë destinimin në programin ndërkombëtar që quhet Human Rights in Europe's Newest Democracy, të drejtat e njerëzit në demokracinë më të re të Evropës. Vinë dhe e veçanta dhe qëllimi i programit është të takohen personalisht me figurat qoftë politike, qoftë të shoqërisë civile. Këtë vit mund ta them që ka qenë viti i dytë dhe një vit jashtëzakonisht i mirë për studentët. 13 studentë dhe 2 përfaqësues të Universitetit Shtetëror të Floridës. Kam pas rastin të takohen me presidentin e Republikës së Kosovës, zonjën Vjosa Osmani, pastaj me kryeministrin zotëri Albin Kurti, kryetarin e Prishtinës, pastaj ombudsperson dhe shumë akte të tjerë, zonja Farije Hota, e cila për së afërmi kanë mësuar më shumë për sfidën dhe reziliencën e saj, të cilën e ka hasur gjatë luftës, dhe studentët në këtë rast me shkëmbimin e tyre ose dhe diskutimet të cilat i kemi zhvilluar, kanë marrë më të mirën për përparimin, për sfidat e një vendi të ri të Evropës, siç është Kosova. Kështu që një eksperiencë jashtëzakonshme për student dhe ata do të jenë ambasadorët më të mirë për promovimin. Ata më për herë të parë në Kosovë. Për herë të parë. Si kanë qenë përshtypjet e tyre? Ta them të drejtën, ka shumë student atje që kur e kanë përmendur Kosovën, as edhe nuk e kanë ditur se ku gjendet Kosova. Gjithmonë jam munduar të orientoj që është afër Greqisë, është një vend me pozicion strategjik. Sa një lagje është shteti tuaj. Sa një lagje në New York, mirë po përshtypjet e tyre ka qenë të jashtëzakonshme. Një mikpritje e jashtëzakonshme që neve na karakterizon si vend, dhe këtë e kemi dëshmuar sepse në çdo takim, në çdo mbyllje të ditës, më thonin, Adelina, ne nuk e kemi besuar që është aq e sigur si vend, pastaj pritja jashtëzakonshme, ushqimi shumë i mirë, lirë. Normalisht unë jam munduar të theksoj që lirë është ndoshta për standardin e juaj, po për standardin tonë janë çmimet ndoshta tani edhe më të larta se që jemi mësuar të kemi përpara. Një pritje jashtëzakonshme mund ta them që përvojat domethënë që ata po i marrin prej ndoshta personaliteteve publike, posaçërisht nga përfaqësuesit qoftë të sferës politike, qoftë shoqërisë civile, mendoj që do të jenë përvojat më të mira të tyre. Përveç takimeve, sigurisht që jemi munduar që këta të kenë eksperiencë edhe në si një shtyllë kryesore, mund ta them edhe kjo pjesa e përvojës kulturore. Kemi vizituar Prizrenin, pastaj Krushën e Madhe, e theksova edhe me zonjën Farije, e cila ka qenë një historie shumë inspiruese për studentët. Kështu që konsideroj që ata do të jenë ambasadorët më të mirë të vendit tonë dhe ta shpërndajnë si një vend që dhe përparimin tonë si shtet i ri në Amerikë të Thënë. Dhe në fakt, Adelina, derisa ishim duke biseduar, pam disa statuse në Facebook të pjesëmarrësve që kanë qenë këto, edhe mjafton ta lexosh një paragraf, aty merr informatën që ekziston Krusha dhe çka ka ndodhur, mund të hynë mandej me pa çka ka ndodhur në Krushë, marrin informatën njerëz që nuk e kanë idenë çka po ndodh në Kosovë ose ku është Kosova, e marrin informatën edhe që ekziston Kosova edhe për filmin Hive që ka qenë fituese dhe plot informata të rëndësishme që shpërndahen mandej me ardhjen e tyre këtu. A ka interes më të madh se sa që ka kapacitete për t'i pranuar me ardhmën në Kosovë? Realisht ne kemi filluar, domethënë është viti i dytë zyrtarisht nga programi ndërkombëtar. Jemi munduar që të fillojmë me grupe të vogla sepse edhe kapaciteti i pritjes nga përfaqësues të qoftë në nivelit lokal dhe qendror
nuk ka mundësi, sepse ideja edhe shtylla e programit është të takon me lider të institucioneve lokale dhe qendrore të Kosovës, kështu që grupi mund t'i ketë varësisht prej vitit, po dikun rreth 15, dhe sigurisht në vitet në vijim, po mendojmë ndoshta të zgjerojmë, por ndoshta edhe nuk po them që do të ndrohet koncepti, sepse kjo ka qenë edhe ideja që të kenë jo ndoshta teorike, por praktike, duke u takuar, bashkëbiseduar, pastaj marr informacionet direkt nga përfaqësuesit. Kështu që për momentin është kaq ky numër, por në të ardhmen sigurisht që nëse ndrojmë gjatë rrugtimit, gjatë viteve në vazhdim, mund të ketë edhe më tepër, por unë konsideroj që është një numër i jashtëzakonshëm, sepse ta them të drejtën, Universiteti Shtetëror i Floridës ka edhe shtete të tjera të cilat janë të inkorporuara për programi ndërkombëtar, që është Spanja, është Londra, është Italia, dhe se grupi mund të them 15 është një numër jashtëzakonshëm që të pranojnë dhe të aplikojnë të vinë në Kosovë në një program si zgjedhin Kosovën në raport me këto vende, si Italia, Spanja. Mbasi kanë qenë në këto vende si turist, i kanë pasur si duket interesant, ma do një përvojë tre në një vend ballkanik. E vërtet, dhe ajo e veçantë e programit është sepse ne e dimë, jemi shtet i ri, pastaj kemi një histori mjaft të pasur, kemi vlera mjaft të mëdha si vend, si shtet, si rrugtim që kemi pasur, shumë sfida, por po mësojnë edhe për përparimin tonë, si një demokracia më e re në Europë. Prej Kosovës a shkojnë studentë? Jo, për momentin, sigurisht që kemi pas rastin të takojmë edhe rektorin Universitetit Fakultetit këtu, Universitetit të Kosovës, se po e lidhë Universitetit Shtetëror të Floridës gjithmonë. Janë të organizuar ndryshe atje. Është ëmbrell tjetër, kështu që rektori sigurisht, mentoria të cilën unë e kam pasur në Kolegjin e Biznesit, e kam sjellur këtu me programin Fulbright, e cila ka kaluar 6 muaj në Fakultetin Ekonomik. Ideja është që këto ndërlidhje, këto bashkëpunime, të krijohen këto ura mes Kosovës edhe Amerikës, edhe përtej programit që unë e kam sjell ose edhe kam kriju, lirisht mund ta them. Kështu që rektori ka premtuar që do të ketë takime me përfaqësues të Universitetit Shtetëror të Floridës, në mënyrë që të shikohet mundësia për një bashkëpunim që edhe studentët tanë të kenë mundësi të vizitojnë Florida State University me programet të tjera të cilat mund t'i ofroj për studentët tanë. Në Zvicër, çka po bën Zvicër, Adelina? Në Zvicër, unë jam drejtoresh për rajonin e Ballkanit, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, është akademia për ALSS, për shkencë dhe leadership. Përveç që udhëheqi këtë pjesën e Ballkanit, po ashtu dhe ligjëroj 2 lëndë të cilat janë në kuadër të kësaj akademie. Interesant. Me çfarë student ki? Studentët në Zvicër janë gjithë të huaj, të shteteve të ndryshme, kështu që është komplet një... është privat, akademi private? Po, privat. Private. Si u gjinte, ka qenë vështirë? Është bashkëpunim, tani më janë bërë 6 vite që janë pjesë e kësaj akademie. Unë najle them që vështirë nuk është asgjë. Vështirë është, ndoshta ashtu si ja bëj vetës. Në momentin që ki qëllim, në momentin që ki ja paraqet vetes disa objektiva për të realizuar, nuk është vështirë. Edhe Amerika është për disa ëndër, por që me punë, me përkushtim dhe me një qëllim të caktuar, sigurisht që arrin, edhe unë konsideroj që asgjë nuk është e vështirë. Nëse ti ke një synim të qartë, një qëllim dhe dëshiron të arrish në atë pikën ku, dhe ajo pikë nuk arrihet nëse rrim në një vend, por duhesh sigurisht të punosh fort në atë drejtim, në mënyrë që të arrish në Amerikë, në Zvicër, në vende tjera, qysh edhe i kemi shumë raste dhe shumë studentë të cilët po shkëlqejnë si student, sepse e kemi, unë gjithmonë them, si individ po shkëlqejmë kudo. Si individ, respektimi, trajtimi në vendet të tjera, jashtë Kosovës, po është jashtëzakonshëm. Po e them me plot kështu bindje që trajtimi, vlerësimi i secilit, duke përfshirë edhe vetes në këtë rast, është jashtëzakonshëm.
Çka po ndodh me neve kur po bëhemi grup? Nëse Nuk po bëhemi dim. si grup, atëherë nuk po përqohet e njëjta energji, e njëjti rezultat. Ne si duket në Kosovë, edhe unë mund ta them lirisht që është shkënjyse, edhe është dëshpëruese për formën, mënyrën e të mendumit, sepse e diskutuam edhe më herë, leadershipi është të inkuadrojmë njerëz të ri, të bashkëpunojmë me grupin në mënyrë që të arrijë një rezultat i caktuar. Të marrim më të mirat dhe të bashkëpunojmë me njëri tjetrin. Të mos i ndjejmë si konkurrent. Unë nuk konsideroj që duhet ta kemi konkurrent, për shembull juve, sepse ju e keni fushën e caktuar, por çka mund të bëjmë nga fusha jote dhe nga fusha ime, le të bëjmë diçka për një projekt të caktuar, sepse ka mundësi, ka hapësira. E në Kosovë është unë konsideroj që është një emet, edhe është shumë, e thash më herë, dëshpëruese, sepse grupi nuk funksionon. Më thënë, se cili don ta aprij e ta marr bajrakun, e cili nuk mundet, sepse unë konsideroj që dhe komandanti pa ushtrit mirë nuk ka sukses kudo, kështu që gjithmonë e theksoj që individët po shkëlqejnë. Unë kam qenë studiuese e parë në Kolegjin e Biznesit, ku ka shkruar shumë artikuj, ku thuhet se for the first time a new visitor from Kosovo. Është një ndjenje e mirë sepse pas meje mund të ketë për shembull edhe studentë tjerë që do ta vizitojnë ndoshta Amerikën, jo vetëm vizitë, por edhe të kenë mundësi të studiojnë, sepse kështu shpërndahet e mirë. Unë them gjithmonë që edukimi është shtyllë kryesore e zhvillimit të individit të shoqërisë. Kur jemi këtu në Kosovë, si duket grupi nuk përqon shumë energji, nuk dëshirojmë me bashkëpunu me njëri tjetrin, secili don ta marrë meritën në fund vet, pavarësisht që puna ndoshta është ekipore, e kjo është emet shumë e madhe. Në Amerikë është prandaj unë jam ndjerë jashtëzakonisht mirë. Në Amerikë, në Zvicër, sidomos në këto dy vendet në cilat ti ke përvojë, shqiptar ta dinë me u bë pjesë e grupit, a e kanë të lashë edhe atje? Unë nuk di për të tjerët. Unë mund ta them lirisht për veten time, sepse gjatë diskutimit me mentorën time, të cilën edhe atë e kam sjellë në Kosovë 6 muaj në Fakultetin Ekonomik, ajo më thoshte Adelina, unë normalisht gjatë ditës u mundojsh ati kry disa puna, Adelina take it easy, nga dalë, sot këtë, edhe unë ja kam theksuar që ne i kemi bërë disa punë për të njëjtën kohë, sepse për mirëqenien tonë më të madhe, se ndihmojmë familjen, ndihmojmë veten, pastaj dëshirojmë të udhtojmë dhe me një pagë ka qenë e pamundur të arrijmë gjithë atë. Kështu që ajo thoshte për periudhën sa ti ke qenë në këto, unë 20 vjet i kam profesoresha atje Rubilli, cilën sigurisht ajo ka qenë njëra prej mentoreve të cilat më kanë ndihmuar jashtëzakonisht në shumë sfera. Thoshte që je inkorporu aq shpejt sa që të gjithë po kërkojnë, se kur erdha unë në Kosovë, po më shkruan sigurisht mesazhe, Adelina, të gjithë po kërkojnë ku je, ke sjell një frymë të mirë, dhe unë konsideroj që ne dim edhe mundemi me qenë pjesë ekipeve të ndryshme. Unë po e përfshi veten, unë kam kaluar jashtëzakonisht mirë. Një ambient i jashtëzakonshëm, një trajtim dhe një pritje e jashtëzakonshme. Po sigurisht që Kolegji i Biznesit ka qenë dhe niveli ndoshta i njerëzve të cilët më kanë rrethu, të gjithë profesor, pastaj gjithë të fushave të ndryshme dhe me nivel të lartë, qoftë të edukimit, qoftë të etikës edhe të bashkëpunimit, kështu që unë lirisht mund të them për muaj dhe vitet, 2 vite diku jam bërë, sepse kam qenë edhe në online në disa periudha, kam kalu jashtëzakonisht mirë. Edhe një prej përvojave të cilat nuk do t'i harroj gjatë gjithë jetës time. Edhe mesazh shumë i mirë për të gjithë të rinjtë të rejat, edhe jo vetëm të rinjtë të rejat, edhe në mosha të mesme ose më të shtyra, pse jo, kur dojnë diçka me mbri, thjesht me qit pikën edhe me shku me punu dhe me punu në qatë drejtim me synu me mbri. Adelina, jemi në minutat fundit krejt, me që e fillu me faktin e të qenit këngëtare. I përmendëm edhe i të së premtes edhe për gjithë ata që e adhurojnë këngën tënde dhe kanë qef me të pa në skenë, në këngë, në videoklipe, në koncerte të ndryshme. A ka diçka të re në këtë drejtim? Them të drejtën, vitin e kalum ka qenë kënga e fundit e cila është bërë për kampanjen po ashtu në kuadër të Maura Foundation në Amerikë, cilën jam pjesë e saj dhe ju udhëheqje 3 kampanja për rritjen e vëdësimit në komunitet për më shumë
bashkim dhe jo urrëtie, po ashtu edhe stop dhunës edhe vrasjeve të cilat ndodhin në komunitete, po ashtu edhe në universitet. Kështu që ka qenë kënga e fundit, një këngë e cila ata e kanë konsideruar si him, We Stand United, Maura Foundation, e kanë vlerësuar jashtëzakonisht mirë. Jam përmbushur me atë këngë vitin e kaluar, por për shkak të angazhimeve dhe punës të cilën e kam të përditshme në gjitha këto që i përmenda, në fakultet, në Radio Televizionin e Kosovës, në Akademi për Leadership, është pak e pamundur të mri edhe të realizoj ashtu siç kam dëshirë, sepse edhe kënga është një produkt që kërkon kohë, angazhim, pastaj kosto financiare e shumë të tjera, kështu që në një periudhë të afërt jo, për shkak se jam në proces edhe të një projekti tjetër të përfundimit, kështu që momenti që do të kem, sigurisht nuk kam dëshirë të premtoj, sepse atë që e premtoj ose atë që edhe synoj dua të rim brapa asaj, kështu që njëherë nuk e kam ndonjë projekt gati. Jo. Adelina, të faleminderit shumë, kënaqësi me bisedu me ty. Faleminderit edhe për tezin, kalum me këta minuta shumë shpejt. Do me thonë, pa diskutu shumë, gjithë mysafirë që kom pas këto e kanë të njëjtën fjalim fond që na kaloi koha shumë shpejt edhe mu gjithashtu më duket që fluturojnë këta minuta. Faleminderit shumë edhe një herë, faleminderit edhe ju të nderuar dëgjues, pashim ditë mirë. Faleminderit.